Hajde, zhduku! Zhduku! Vëlla Koraj? Çfarë po bën ti këtu, po e kërcënon njerëzin? Jo, kjo nuk ishte kërcënim. Shiko, thjesht I dhash një paralajmërim si një vëllai i madh. E dëgjova. Në çfarë kohe jetojmë ne? Është turp kjo që bëre. Shiko, e lyll për siguri, nëse ndonjë tip problematik të afrohet, ta dish që nuk je vetëm. Për këtë arsye e bëra. Unë nuk kam nevojë për asnjë mbrojtje. Dhe Jazi nuk është si ata që të qepen pas. Ne jemi shok. Të thash në një gjë. Në rregull atëherë, unë po iki, po largohem. Zoti të ndriçoft mendjen. Pra, më fal, është një shok nga lagja e vjetër. Është pak I prapambetur. S'ka gjë, gjërat vogla, mos u shqetëso. Pse erdhe? Harove diçka? Ashtu ato fletoret me temat e provimit që I kishim shkruar më duket se mbetën tek ti. Ja, këtu është. Do të mësoj në shtëpi. Suksese. Ashtu me qëra fjala, më fal edhe një herë. As mos e përmend. Shihemi. Shihemi. Si ishte vëllimi I sferës? Kujtoje. 4 drejta pi herë r në kup. Shumë mirë, po e mban mend? Në fakt e pash pak në shtëpi. Pra normalisht kështu nuk I bëj llogaritjet me një herë, por unë zgjidh 3 ushtrime ndërkohë që të tjerët mbarojnë provimin. Shumë e vështirë. E Lul, unë nuk të thash që do t'jetë e lehtë, por edhe nëse është më vështirë, ti do arrish. Për këtë po përpiqemi. Shiko, do e kalosh provimin, do futesh në atë nivel. Fillimisht kursi, pastaj universiteti. Plani ynë është perfekt. Gjithçka është e hapur, por dorëzim nuk ka. Hajde. Hajde pyetje tjetër. Shiko, mendoje si plan koordinatësh. Mundohu ta pikturosh në mendje. Se bëj tot. Mirë, qetësohu, hajde. Mirë. Tani grafiku I funksionit. Lula, mund të shikosh pak? Mirë po vi. Jo, nuk po bëhet. Nga njëra anë punoj, nga njëra anë përqendrohem në mësim. Edhe ashtu ka shumë gjëra, nuk e di as vetë kur do të arrit t'i bëj. Dhe frikohem kur mendoj se do të vi shefi. Në rregull, nuk ka nevojë për panikë, ë? Nëse duhet punojmë edhe pas orarit. Do të pres këtu unë. Pra, sinqerisht do t'ishte shumë mirë. Do telefonoj nënës, do I them se kam orar shtesë, do punojmë 2-3 orë më shumë. Në rregull. Në rregull, atëherë unë po shkoj. Punë të mbar. Mirupafshim. Çfarë shkolle që nga kjo, zot? Çfarë po mësoni aty mbrenda për 2 orësh? Po pres edhe po mërzitem. Sa orë kanë mbetur deri në provim? Nesërisht apo jo? Në ora 2. Si është gjendja e emocionit? Pra jam pak emocionuar, por nuk kam frikë. Më mirë se dje. Pastaj kemi studiuar shumë. Shiko, jam I bindur do e kalosh. Madje më duket sikur e ke kaluar tashmë. Shpresoj. Pas kursit do e kalosh patjetër provimin. Madje ndoshta edhe këtë shkollë. Si thua, do bëhemi shok shkolle. Shiko si po qes çakalli. Ta tregoj unë se çfarë do të thotë të vardisesh të fejuar rësime. Do të tregoj unë. Si do qoftë. Unë po iki. Mirupafshim. Mirupafshim. Jas. Unë të falenderoj për gjithçka. Me kënaqësi.